5. Burimet e fesë islame. Feja islame bazohet në 4 burime kryesore. 1. Kurani. Kurani është libri i fundit i shpallur prej Allahut. Ai është në gjuhën arabe dhe i u shpall Muhamedit a.s. Kurani i u shpall tërë botës, pa përjashtim vendi, gjuhe, kohe, race, gjinie apo moshe. Vlefshmëria e tij është deri në fundin e kësaj bote. Në Kur'an kemi parimet kryesore për të gjitha veprimtaritë tona, besimore, morale, juridike, shkencore e të tjera. 2. Hadithi dhe suneti. Hadithi apo suneti janë fjalët dhe veprat, pëlqimet dhe qortimet e Muhamedit a.s. Ai është burimi i dytë i fesë. Pa hadithin apo sunetin, feja do të ishte pakuptueshme në pikpamje praktike. 3. Ijmai, konsensusi. Ijmai apo konsensusi është pajtueshmëria e dietarëve musliman të një kohe, të një vendi, për një temë të caktuar, që më herët nuk është shpjeguar. Ky vendim është detyrues derisa nuk kemi ndonjë vendim tjetër më të argumentuar, më të fuqishëm nga dietarët e kohës. 4. Kiasi, analogjia. Kiasi apo analogjia është të krahasuarit e një çështjeje për të cilën nuk kemi argument me një çështje tjetër, për të cilën kemi argument, nga Kurani apo Suneti, për shkak se ato dy çështje kanë ngjashmëri në mes vete.